Përplot me emocione, antropologe amerikane Janet Reineke, si laureate e çmimit Unaza e Katit në manifestimin e 54 me radhë të takimave të Xhexhovit, tha se për herë të parë është nderuar me një çmim kaq të rëndësishëm dhe se është një vlerësim i çmuar për mua si artiste, të vënë në gishtë simbolin e Unazës së Katit si shenjë për kushtimin ndaj artit. Për një me edhe ka qenë një surprizë, një befartësie, nuk e dia meritoj diçka e tillë, veç për një me jam e lidhur me Hasin. Kam marrë këtu në vitin 80, kur ka qenë kohë shumë vështirë për këtë vend, do thot sa dekade kanë shku burrat jashtë, kur jam marrë këtu në Has në Gjonaj, fshatin Gjonaj. Burrat kanë qenë jashtë, gratë kanë udhëhec krejt jetën, me shumë vështirësi, s'ka pas as dru, as ujë, as, vështirë ka qenë shumë, edhe kam ofru shumë me ato familjat, kem najt me qikat që janë fejuar në vit, me 14 veçar, për shembull, do thot, unë po nihem shumë e lidhur me këtë vend, që këtë vend në Kosovë ka një farë domethënie e thellë, është shumë e pasur me traditet, në shumë lloj të traditeve, shqiptarë janë I don't know, grumbullu këtu në Has. Ajo tha më tej se do të vazhdoj të jap kontribut në artin dhe kulturën shqiptare të Kosovës, duke veçuar edhe zonën e Hasit, ndërsa Kosova është bërë shtëpia e saj e re tashmë. Unë kam nisë me punu në Kosovë të 81, 8 vjet krejt kam jetu këtu përpara, edhe tash jam ardhur 15 vjet këtu, edhe veç kam dëshirë me shku në për Katune, në për vende rurale, edhe me pa qysh i kanë jetën tash, qysh është me Girbetin, qysh është me qëndrimin në për Katune, sa fëmijë kanë shkollë, edhe kjo zymi, kjo shat ku jemi ne tash, është shumë gjallë. Edhe më vjen shumë mirë që këtë vend ka mujt me mbajt gjallësie e Katunit. A do vazhdoni ende me jetu këtu në Kosovë? Ja, plani është me najtë në Kosovë, se kam gjithë vetin gjithmonë mirë këtu, kam kriju një organizat në Kaliforni që po shkon përpara pa mu tash, se e kam stabilizu diçka mirë, do thot puna imi po vazhdon, puna kryesore kam në Rwanda, në Afrikë edhe në Ukrainë, veç jetoj në Kosovë edhe muj me pranu prej këtuhit, jam shumë e gëzuar, shoqënia kam e du shumë, edhe aktivitetat mia, po kam gjithë vetin si në shpinë vetë në Kosovë. Çmimin Unaza e Katit, zonjës Reineke, ja ka dorëzuar kryetari i ansamblit, Katarina Josipi, nga zymi i Hasit, Lajde Kolxheraj.